Përshëndetje, mirë se keni ardhur në kanalin ton Ultra Factor. Sot do të tregojmë historinë e Bleona Matës. Kur ishte shumë e vogël, Bleona përjetoi një nga momentet më të frikshme dhe të paharrueshme të jetës së saj. Ishte një ditë e zakonshme në Shqipëri, një nga ato ditë të ngrohta ku dielli i mbush rrugicat e qytetit me dritë dhe zërat e fëmijëve që luanin. Bleona e vogël dhe e mbushur me kuriozitet po lëvizte lirshëm pranë shtëpisë së saj, duke eksploruar botën që përtej dyereve dhe rrugicave duket e magjishme dhe e panjohur. Në fillim gjithçka duket normale, ajo po ndiqte një zog që fluturonte pranë një rrugice, ose ndoshta diçka të vogël që i tërhoqi vëmendjen. Por, papritmas, rrugicat e njohura u shndruan në një labirint të pafund. Çdo hap i vogël e largonte pak nga vendi ku e dinte se ishte e sigurt. Ajo u ndje e vetmuar dhe e humbur. Zërat e qytetit që më parë i dukeshin të njohur dhe të ngrohtë, tani dukeshin të huaj dhe të largët. Fillimisht ajo përjetoi një kuriozitet fëminor, një lloj aventure që çdo fëmijë mund të ndjejë. Po sa kaluan minutat, kurioziteti u shndrua në frikë të thellë. Çdo hap i rrugicave dukej i ngjashëm me të tjetrin, çdo hije i dukej e dëshimt dhe zemra i rrihte fort nga paniku. Ajo kërkonte një shenjë të familjes, një fytyrë të njohur, një dorë që do ta mbante, por nuk kishte asnjë. Vetmia e saj ishte përplasëse dhe e frikshme, një ndjenjë që e bëri të kuptonte sa e vogël dhe e panjohur ishte në botën e madhe rreth saj. Në anën tjetër, familja e saj ishte duke përjetuar tmerrën më të madh. Kur kuptuan se ajo nuk ishte aty ku duhej, paniku i zuri çdo mendim. Ata kërkuan kudo, thërisnin emrin e saj me zë të lartë, por qyteti ishte i madh dhe rrugicat e shumta dukeshin të pafundme. Çdo sekond dukej e gjatë dhe e dhimbshme. Një ndjenjë dëshpërimi dhe frike i mboloi, sepse çdo fëmijë i humbur është një kujtim që lëndon zemrën e një prindri në mënyrë të papërshkrueshme. Ndërkohë Bleona filloi të ndjejë një frikë të pastër dhe të thellë. Ajo e dinte se ishte larg familjes. Çdo hap të bënte duke i rrezikshëm, çdo zë i huaj e bënte të drillej, çdo fytyrë e panjohur e bënte të ndjejë një hapësirë të ftohtë rreth saj. Për një moment ajo mendoi se ndoshta nuk do të gjejë më kurrë rrugën sërish, por në zemrën e saj të vogël filloi të lindte një ndjesi të fortë, një instinkt që i thoshte se duhet të qëndronte e kujdesshme dhe të kërkonte një mënyrë për të gjetur ndihmë. Pas disa çastesh që dukeshin të pafundme, njerëz të ndryshëm filluan ta vinin re. Një fëmijë që po luante pranë saj i tregoi prindërve se kishte parë një vajzë të vogël, duke qarë dhe duke kërkuar diçka të njohur. Një fëmijë i njohur e pa dhe e mori në krah. Ky ishte momenti kur frika e madhe filloi të zbehej dhe e zëvendësuar nga lehtësimi i pafundëm. Prindrit e saj e panë dhe sytë ju mbushen me lot nga lumturia dhe ankthi që sapo përfundoi. Ata e morën në krah, i mbështeten fort dhe e mbushën me përqafime dhe fjalë ngushëlluese, ndërsa ajo filloi të qante nga stresi, lodhja emocionale dhe e momenteve të fundit. Ky moment i frikshëm, i dhimbshëm, por edhe i çlirueshëm, la një gjurmë të përhershme në jetën e saj. Ajo kuptoi se bota ishte e madhe dhe shpesh e paparashikueshme, por gjithashtu se dashuria dhe mbështetja e familjes janë një forcë e pakapërcyer. Ky episod e mësoi të vlerësoj çdo moment të jetës, të kuptoj rëndësinë e kujdesit dhe të marrë brenda vetes një forcë të madhe për të përballuar situata të vështira në të ardhmen. Nga kjo përvojë e tmerrshme e vogëlisë, ajo ka mësuar guximin, vetbesimin dhe forcën e brendshme. Çdo hap i humbur, çdo frikë dhe lot i saj dite u shndrua në një mësim të çmuar. Se edhe në momentet e errëta në dritë mund të shfaqet dhe gjithmonë ka dikë që kujdeset për të. Ky kujtim mbetet një pjesë e rëndësishme e jetës saj, një histori që tregon se vetmia dhe frika mund të përballohen dhe forcat e brendshme lind nga momentet më të vështira. Pas momentit të tmerrshëm të frikës dhe vetmisë ku u gjet në krahët e fqinjit dhe më pas në ato të prindërve të saj, Bleona ndjeu një ndjesi të thellë lehtësimi, por kjo ndjesi nuk ishte thjesht gëzim i shpejt, ishte një përzierje emocionesh që i mbushën zemrën dhe mendjen. Lotët që i rrillnin nuk ishin vetëm nga ankthi që kishte kaluar, por edhe nga një kuptim i brendshëm se ajo sapo kishte kaluar një provë që shumë të rritur do ta kishin frikësuar.
Çdo përqafim nga prindrit ishte një çelë sigurie, një rikthim në botën ku gjithçka kishte kuptim, çdo fjalë e ngushëllimit ishte më e frikshme, më e fuqishme se çdo premtim tjetër i dhënë. Leona kuptoi se dashuria e tyre nuk kishte kufij dhe se kjo dashuri ishte më e fortë se çdo frikë që mund të ndjejë një fëmijë i vogël. Por ndërsa lotat dhe të qeshurat e lehtësimit kalonin një ndjesi tjetër, filloi të linte brenda saj një kuptim i thellë i jetës, së forcës së brendshme. Ajo filloi të kuptonte diçka që fëmijët shpesh e kuptojnë vetëm pas përvojave të vështira, se frika është e natyrshme, po nuk është fundi, se momentet e errëta nuk zgjasin përgjithmonë dhe se çdo pengesë mund të kthehet në një mësim të fuqishëm. Bleuna qëndroi aty duke mbajtur përqafimin e prindërve dhe mendoi se çdo hap që kishte bërë, çdo hije që kishte frikësuar, për çdo moment ku zemra i rrinte fort nga ankthi, ajo e ndjeu fuqinë e instinktit të saj, atë forcë të vogël që e shtiu të mos dorëzohej, të kërkonte rrugën dhe të mbijetonte. Ishte një ndjenjë e bukur, por e çuditshme. Frika dhe guximi ekzistojnë njëkohësisht brenda nesh. Në këtë moment ajo filloi të reflektonte mbi jetën dhe marrëdhënien e saj me botën përreth. Çdo përvojë, çdo gjë që ndodhi që duket e vështirë ose e frikshme mund të shndërrohet në një mësim. Ajo e kuptoi se fuqia nuk është vetëm në trup, por kryesisht në shpirt, në aftësinë për të qëndruar e qetë, për të kërkuar ndihmë dhe për të besuar se gjithçka do të kalojë. Dhe ndërsa rreth saj të gjithë qeshnin dhe qanin njëkohësisht, Bleuna ndjeu diçka të veçantë, një lidhje të përjetshme me familjen dhe jetën e saj. Ajo e kuptoi se nuk është vetëm frika që formon kujtimet e forta, por dhe dashuria, mbështetje dhe ngrohtësia njerëzore. Çdo moment i vështirë bëhet një dritare për të parë se sa e fortë dhe sa e qëndrueshme mund të jesh në të vërtetë. Ky episod i vogël, i tmerrshëm por i thellë, mësoi një të vërtetë të madhe: në jetën duhet të përballesh me guximin dhe shpresën, dhe me besimin dhe nuk ka frikë që nuk mund të kapërcehet kur ke dikë që do të kujdeset për ty. Bleuna ndjeu këtë fuqishëm dhe e mbajti brenda saj gjithë jetën, një kujtim që nuk është thjesht një fëmijëri e humbur, por për triumfin e shpirtit mbi frikën. Ndërsa kalonin minutat, ajo e kuptoi gjithashtu se ky moment nuk ishte fundi i historisë së saj, por një fillim i ri, fillimi i një kuptimi më të thellë të botës, e një ndjenje më të fortë sigurie dhe një respekti më të madh për jetën dhe njerëzit që e duan. Çdo frikë, çdo ankth, çdo moment i vetmisë mund të shndërrohet në një histori të mbijetuar, dhe çdo përvojë e çdo vështirësi mund të bëhet një pjesë e forcës që shoqëron gjithmonë. Në fund ajo mbeti nga kjo përvojë nuk ishte vetëm kujtimi i frikës, por një sens i thellë guximit, i dashurisë dhe i shpresës. Ndërsa Bleuna e vogël u kthye në krahët e sigurisë, ajo e kuptoi se në të vërtetë që do të shoqëronte gjithë jetën është familja. Dhe kështu çdo sfidë, madje dhe është më e tmerrshmja, mund të përballohet me çdo frikë që mund të kthehet në forcë dhe në mësim. Ky është fundi i momentit, por fillimi i një force të brendshme që do ta shoqërojë përgjithmonë, një histori e vogël, një histori fëmijërie, por një mësim i madh për jetën. Duhet ta ruajmë veten, të kemi kujdes dhe të kemi guxim për të jetuar dhe për të ecur përpara, të kemi shpresë sepse gjërat e mira do të vinë në ditët e ardhshme, në hapat tonë që bëjmë në secilën ditë. Ajo kishte mbetur pa fjalë, sepse gjeti familjen, gjeti shoqërinë, gjeti të afërmit, nuk ishte e humbur më, sepse kur ka qenë e humbur, ajo mendonte se si do t'i gjejë këto përsëri, të bashkohej me familjen, shoqërinë e të tjerë. Bleuna ishte shumë e vogël që i ka ndodhur ajo ngjarje, por tani që është gjetur dhe jeton jetën përsëri me njerëzit më të lumtur, ajo është shumë e lumtur, edhe se çfarë ka kaluar ajo. Të gjitha pothuajse nuk harrohen, por vështirësia është kaluar.